doja të flisja dhe unë pak për pjesën e jetës time. Isha shumë e vogël kur jeta vazhdoi të më përballte me sfida. Dhe që në lindje ishte ajo vajza që gjithmonë e kisha parë botën me ngjyra dhe kur bardhëzi. Por jeta ime në moshën 11 vjeçar mori komplet një rrjet tjetër. Në moshën time 11 vjeçar, kur unë u futa në klasën e 6, një ditë gjatë orës time mësimore, prapëritur era shpandinja. Mendova që nuk isha ngrënë bukë, mendova që ishte thjesht një lodhje, por jo. Ishte momenti im i parë që do futja në një rrugëtim shumë të gjatë. Në klasën e 7, kjo vazhdoi e përditshme, stresi, tensioni, ankthi, po rini çdo ditë me mua. Shkoja në spitale, bëja vizita, por përgjigjja ishte e njëjtë. Je mirë, nuk ke asgjë. Realisht ishte shumë vështirë të ndjeshe keq dhe të tjerë të thonin je mirë.